Pas gjithë asaj përplasjeje të gjatë, pas fjalëve të ashpra, akuzave dhe emocioneve të derdhura pa filtr, erdhi një moment heshtjeje. Një heshtje e rëndë që nuk vinte nga qetësia, por nga lodhja emocionale. Ishte ajo pikë ku të dy e kuptonin se debati kishte shkuar shumë larg dhe se çdo fjalë tjetër rrezikonte ta përkeqësonte edhe më tej situatën. Në atë çast, Limi e pa Albën drejtë në sy. Toni i tij nuk ishte më agresiv, por as i bull. Ishte i drejt për drejt, i prerë, sikur po përpiqej të vendoste një vijë ndarse mes së kaluarës dhe asaj që duhej të vinte më pas. Ai i tha se tani nuk kishte më vend për lojra, për provokime apo për drama të kota. Mos bëj më lojra, i tha, me një zë që mbante brenda edhe zhgënjim, edhe këshill. Limi i shpjegoi se ajo duhej të ecte përpara. Të mos mbetej e kapur pas emocioneve të momentit, pas inateve apo nevojës për vëmendje. Sipas tij, Alba kishte arritur një pozicion të fortë, kishte fituar respekt dhe mbështetje, dhe tani ishte koha ta përdorte këtë forcë në mënyrën e duhur. Jo për t'u përfshirë në drama personale, por për të treguar hapur atë që shite dhe ndjente për të tjerët. Vetëm ec përpara, i tha ai. Tregoju banorëve të metat që kanë. Thuaj gjërat siç janë. Në fjalët e tij kishte një lloj sfide, por edhe një shtys për ta nxjerrë Albën nga roli i viktimës ose i personit emocionalisht të lënduar. Ai i bëri të qartë se ajo kishte mundësinë ta kthente situatën në favorin e saj, pa pasur nevojë për skena apo përplasje të tjera. Alba e dëgjonte, herë duke ulur syt, herë duke e parë me inat. Brenda saj përplaseshin dy ndjenja, dëshira për të shpërthyer sërish dhe nevoja për të treguar se ishte më e fortë se aq. Fjalët e Limit, ndonse të ftohta, kishin një lloj logjike që ajo nuk mund ta mohonte. Ai nuk po i fliste më si pjesë e konfliktit, por si dikush që po përpiqej t'i tregonte një rrugë dalje. Ai vazhdoi duke i thënë se dramat vetëm sa e ulin figurën e saj dhe e largojnë nga qëllimi. Sipas tij, Alba nuk kis te nevojë të provonte asgjë me zë të lartë apo me skena emocionale. Ajo duhej të fliste me fakte, me vëzhgime, me qëndrime të forta. Vetëm kështu do të tregonte se e kishte fituar vërtet lojën, jo duke u përfshirë në debate të pafundme. Debati i tyre nuk ishte më një shpërthim emocionesh, por një përballje mendimesh që zgjati gjallë. Secili fliste, ndalonte, mendonte dhe rifillonte. Ishte një përballje që nuk kishte më britma, por kishte peshë. Çdo fjalë linte pas një reflektim, çdo heshtje ishte po aq e fortë sa një akuzë. Në fund, Alba mbeti me fjalët e Limit që i silleshin në mendje. Ato nuk e shfaqsonin dhimbjen e saj, por i vendosnin një zgjedhje përpara, të vazhdonte me drama, apo të ecte përpara duke treguar forcë dhe qartësi. Konflikti mes tyre nuk u zgjidh plotësisht, por ai moment shënoi një kthes. Jo një pajtim, por një ndarje rrugësh emocionale. Ishte e qartë se nga ai çast e tutje, gjithçka do të varej nga mënyra se si Alba do ta përdorte zërin e saj, për përplasje, Momentet e qetësisë në shtëpi janë gjithmonë mashtruese. Pas gjithë zhurmës, debateve, lodhve dhe përplasjeve, vjen ajo heshtje e çuditshme ku askush nuk flet, por gjithçka ndihet. Alba është ulur në cep, e lodhur, me shikimin diku larg. Nuk po kërkon vëmendje. Për herë të parë, nuk po flet. Dhe pikërisht kjo heshtje e saj është ajo që e tërheq Limin. Ai afrohet ngadalë. Pa zhurmë. Pa sfidë. Pa ton loje. Vetëm një hap i matur, sikur të kishte frikë ta tremte momentin. Shtëpia duket sikur ndalon për pak sekonda. Banorët e tjerë ndjejnë që diçka po ndodh, por askush nuk guxon të ndërhyjë. Kamera kap vetëm fytyrat, syt, frymëmarrjet. Më ka marrë malli, thot Limi me zë të ulët. Nuk është një fjali e madhe. Nuk është dramatike. Por bie rënë. Alba nuk reagon menjëherë. Syt I lëvizin, sikur po kërkon një përgjigje brenda vetes. Ka kaluar shumë. Ka thënë shumë. Ka qarë shumë. Dhe tani, përballë saj, është ai njeri që e ka bërë të ndihet njëkohësisht e fortë dhe e thyer. Po mbaroj për një puthje nga ti. Fjalët dalin nga Limi pa forcë, pa manipulim. Janë më shumë rrëfim se sa kërkesë. Nuk ka presion. Ka vetëm një lloj dorëzimi emocional. Ai I afrohet pak më shumë, por ndalon. Nuk e prek menjëherë. Sikur po I jep kohë, sikur po I thot pa fjalë, vendoset I Alba merr frym thellë. Shikimi I saj nuk është më I ashpër.
është i lodhur, i budh, i pasigurt. Kur ai më në fund e prek lehtë, është vetëm një ledhatim i vogël, i kujdesshëm në krah. Asgjë e tepruar. Vetëm një gjest që thot, jam këtu. Alba nuk largohet. Dhe kjo, për Limin, është gjithçka. Minutat kalojnë ngadalë. Nuk ka puthje të menjëhershme. Ka fjalë të pashprehura që rrinë në ajër. Ka kujtime që rikthehen pa u ftuar. Ka gjithë atë histori mes tyre që nuk fshihet me një gjes, por as nuk shtuket. Nuk po kërkoj premtime, thot ai. Vetëm një moment. Alba mbyll syt për pak. Sikur po peshon gjithçka. Frikën, krenarin, dëshirën për të mos u lënduar më. Dhe kur hap syt, nuk ka më zemërim aty. Vetë. Një ndjesi dorëzimi të përkohshëm. Ajo afrohet pak. Vetëm pak. Sa për të thënë që ende ka diçka. Puthja, kur ndodh, është e shkurtër. Jo për kamerën. Jo për lojën. Por mjaftueshëm e gjatë sa për t'i bërë të dy të kuptojnë që asgjë nuk ka përfunduar vërtet. Dhe ndoshta asgjë nuk ka filluar sërish. Është thjesht një pauzë në mes të kaosit. Banorët nuk flasin. Disa kthejnë kokën. Disa shikojnë. Të gjithë kuptojnë që ky nuk është një moment strategjie. Është një dobësi e përbashkët, e zhveshur nga fjalët e mëdha. Kur Limi largohet pak, ai nuk buzëqesh. Alba nuk qanë. Nuk ka fitore këtu. Vetëm dy njerëz që për një çast harruan kamerat, shurmën, krenarin dhe u kthyen tek ajo që i kishte lidhur që në fillim, një ndjenjë që s'po di të ikë. Dhe shtëpia vazhdon. Por diçka ka ndryshuar. Jo sepse u puthën, por sepse të dy e pranuan që ende ndjejnë. Dhe ndonjëherë, kjo është më e rrezikshme se çdo dramë. Askush nuk e kuptoi si filloi. Fillimisht ishte vetëm një zëm i lartë se zakonisht, një debat i vogël në kuzhinë që u përshkallëzua brenda pak sekondash. Kamera po ndiqte një bisedë të zakonshme, kur papritur mikrofonat kapën britma të forta, jo më fjalë, por ulërima paniku. Regjia u hutua. Operatorët nuk dinin këtë ndiqnin. Në ekran u pa vetëm një lëvizje e çrregullt, kamera që dridhej, fytyra të zbehta. Hapni derën. Zëri vinte nga korridori. Një zë femre, i ngjyrur, i thyer nga frika. Ju lutem, hapni derën, nuk ndihem e sigurt. Banorët dolën nga dhomat një nga një, të shokuar. Askush nuk po kuptonte çfarë po ndodhte realisht, por energjia në ajër ishte e rëndë, mbytëse. Një debat verbal kishte kaluar në përplasje fizike, shtyrje, tension ekstrem. Produksioni hezitoi për disa sekonda fatale, pastaj ekrani u bë i zi. Transmetimi ndërpritet. Në prapasken, kaos. Regjia bërtet në kufje. Çfarë po ndodh aty brenda? Hapni derën e emergjencës. Hiqni kamerat. Brenda shtëpisë, një banore dridhej, e mbështetur pas murit, duke qarë pa zë. Nuk dua të rri më këtu, nuk dua, ju lutem. Një tjetër banor po përpiqej të ndante dy persona që po bërtisnin njëri tjetrit, jo më për lojë, por nga një shpërthim emocionesh të mbledhura prej javësh. Nuk kishte më strategji, nuk kishte më role. Vetëm njerëz të lodhur psikologjikisht, të mbyllur në një hapësirë që kishte pushuar së qeni lojë. Kur transmetimi u ndërpre, jashtë shtëpisë filloi stui mediatike. Analiza e skandalit jashtë shtëpisë. Brenda minutave, rrjetet sociale shpërthyen. Çfarë ndodhi? Pse u fik Live? Pse po bërtisnin, hapni derën? Thashë themet u rritën më shpejt se faktet. Çdo njeri kishte versionin e vet, një britm u kthye në histori. Një shtyrje u kthye në sulm. Një ndërprerje teknike u lexua si fshehje e së vërtetës. Publiku nuk kërkonte më sqarim, kërkonte gjah emocional. Produksioni heshti për orë të tëra, dhe kjo heshtje ishte benzina mbi zjarr. Sepse në reality show, kur nuk ka informacion, imagjinata e publikut bëhet brutale. Monologu i banores, pas ngjarjes. Unë nuk po them që dikush është përbindësh. Po them që kjo shtëpi na ka çuar në Limin. Kur je i mbyllur, i vëzhguar, i gjykuar çdo sekond, një fjalë mjafton që gjithçka të shpërthejë. Kur bërtita hapni derën, nuk ishte skenar. Ishte frikë. Frikë nga humbja e kontrollit, jo nga njerëzit, por nga situata.
Nuk dua të rri më në një vend ku zërat ngrihen më shpejt se arsyeja. Ku dhimbja përdoret për lojë. Ku produksioni reagon vetëm kur kamerat rrezikohen, jo kur njerëzit. Përfundimi. Ajo natë nuk ishte një skandal i vetëm. Ishte kulmi i presionit, i keq menaxhimit emocional, i një loje që harroi kufirin mes dramës dhe shëndetit mendor. Nuk kishte kafsh. Kishte njerëz të thyer. Dhe një sistem që e lejoi thyrjen të vazhdonte derisa transmetimi u fik, sepse realiteti u bë shumë i errët për ekranin. Kur Hygerta ia drejton pyetjen Limit për Albën, ç'a e ka gjetë? Mos i ke bërë lavazh truri? Në fakt nuk është thjesht një pyetje. Është një akuzë e mbështjellë me ironi, një dyshim i hedhur në ajër që lë të kuptohet se Alba nuk është më vetvetja, se diçka nuk shkon, se sjellja e saj është e pashpjegueshme pa një ndikim të jashtëm. Dhe ky ndikim, sipas kësaj logjike, është Limi. Por a është vërtet kështu? Në realitet, kjo pyetje nxjerr më shumë në pahutimin e banorëve se sa ndonjë të vërtetë të fshehtë. Sepse ajo që po shohin të gjithë është një Alba e shpërbër emocionalisht, e paqëndrueshme, që reagon në mënyrë disproporcionale për çdo situatë. Dhe kur njerëzit nuk arrin ta kuptojnë një sjellje, instinktivisht kërkojnë një fajtor. Këtu hyn Limi, figura më e afërt, më e lehtë për t'u etiketuar si shkaktari. Por Limi, në këtë pikë, duket më shumë si pasojë se sa si shkak. Ai nuk po sillet si dikush që kontrollon, manipulon apo ushqen dramën. Përkundrazi, ai mban distancë, flet pak, shmang konfliktin dhe përpiqet të mos e ushqejë zjarrin që Alba ndez çdo ditë vetë. Dhe kjo qetësi e tij, çuditërisht, i irriton edhe më shumë të tjerët. Sepse në një ambient ku drama është valuta kryesore, qetësia shihet si ftohtësi, si indiferencë, madje si faj. Hygerta, si shumë të tjerë, nuk e kupton se Alba nuk ka nevojë për lavazh truri për të mos u dukur mirë. Ajo po përballet me pasojat e zgjedhjeve të saj emocionale. Po përballet me faktin që një lidhje mbaroi, që pritshmëritë e saj nuk u përmbushën dhe që tani duhet të vazhdoj përpara në një lojë ku askush nuk është i detyruar ta mbajë për dorë. Alba sot nuk duket keq sepse dikush e ka manipuluar, por sepse ajo refuzon të pranojë realitetin. Ajo flet shumë, por nuk dëgjon. Qan shumë, por nuk reflekton. Reagon fort, por nuk analizon. Dhe kjo e bën sjelljen e saj të duket e çrregullt, e paqartë, her pas here edhe kontradiktore. Një ditë thot se është e fortë, ditën tjetër shembet për një fjalë të thënë në korridor. Pyetja e Hygertës, edhe pse duket spontane, vjen nga një ndjesi kolektive. Kjo vajzë nuk është mirë. Por gabimi është që kjo gjendje kërkohet të shpjegohet me ndikimin e dikujt tjetër, jo me përgjegjësinë personale të Albes. Është më e lehtë të thuash dikush ja ka bërë, se sa të pranosh që ndonjëherë njerëzit thjesht nuk dinë ta menaxhojnë dhimbjen e tyre. E vërteta është që Alba po e përdor konfuzionin e saj si mburoj. Sa herë që vihet në diskutim, ajo kthehet tek emocioni. Sa herë që ngushtohet në argumente, ajo hap një kapitull të ri lotësh. Dhe kjo krijon idenë sikur ajo është e brisht, e ndikuar, e paqëndrueshme, kur në fakt ajo është thjesht e mbingarkuar dhe e papërgatitur për pasojat. Limi, nga ana tjetër, nuk ka nevojë të mbrohet shumë. Sjellja e tij flet vetë. Ai nuk e shfrytëzon gjendjen e Albes, nuk e provokon publikisht, nuk e ushqen dramën. Dhe pikërisht kjo mungesë reagimi e bën të duket sikur di diçka ose ka bërë diçka. Por ndonjëherë njeriu thjesht zgjedh.